Djegjet nga dielli janë faktori kryesor i kancerit të lëkurës, prandaj në ditën nxehta miliona njerëz armatosen me kremra, kapele dhe syze. Por duket se tani mund të ketë një armë të re. Kolegu Astrid Rulushi sjell hollësi. Një studim i ri tregon se njerëzit që morën çdo ditë një dozë të ulët aspirine për të paktën 3 vjet, kanë 15% më pak gjasa për të zhvilluar kancer melanoma në lëkurë. Pra, mes 100 njerëzve me melanoma, 15 për tyre nuk do të ishin prekur nga ky lloj kanceri, nëse do të kishin marrë një dozë aspirine. Kanceri melanoma ka aftësi të lëshojë metastaza dhe është kryesisht vdekje prurës. Dhe përfitimi kundër melanomës ishte më i madh për ata që morën për të paktën 7 vjet një dozë më të lartë aspirine. Ekziston ideja se aspirina i kundërvihet kancerit duke bllokuar aftësinë e tumorëve për të zgjeruar. Ka njerëz që marrin aspirin për të parandaluar goditjet në zemër, por studimet e fundit tregojnë se aspirina mund të parandalojë rrezikun edhe nga llojet e tjera të kancerit. Ndonjë mund të thotë se tani ekziston edhe një arsye më shumë për të marrë aspirin, por kjo këshill mund të mos vlejë për të gjithë. Aspirina mund të shkaktojë gjakrrjedhje në stomak. Kështu, ndërsa shkencëtarët vazhdojnë duke kërkuar në të mirat e aspirinës, mjekët thonë se edhe këtë verë mbrojtja më e mirë nga dielli është qëndrimi në hije. Nëse dikush është sonambulist, fjalë për ecjen në gjumë, ai ose ajo nuk ecën vetëm. Një studim në revistën Neurologji konstaton se 3,6% e amerikanëve në moshë të rritur, ose më shumë se 1.100.000 vet, ecin gjatë kohës që flenë. Kjo e bën këtë çrregullim më të shpeshtë se sa mendoi më parë. Studimi mori në shqyrtim rreth 19.000 persona nga 15 shtete amerikane. Autorët e studimit zbuluan se personat me depresion kanë 4 herë më shumë gjasa për të ecur në gjumë, ashtu si dhe ata që pinë shumë alkool ose ata që kanë mani ose ide fiksuese rreth diçkaje. Disa barna kundër depresionit dhe pilurat e gjumit që merren pa recetë gjithashtu shtojnë rrezikun për ecjen në gjumë. Studimi zbuloi edhe se gati 1/3 e personave që ecin në gjumë kishin një histori familjare të këtij çrregullimi. Shkaqet e sakta të ecjes në gjumë janë të panjohura, por ky çrregullim mund të sjellë pasojë serioze. Personat që ecin në gjumë gjatë këtij akti të pavetëdijshëm mund të lëndojnë veten ose të tjerët. A mundet që tabletat për humbje peshe të dëmtojnë mëlçinë? Kjo është e mundur, thuhet në studimin e një rjeti kundër sëmundjeve të mëlçisë. Studimi shqyrtoi rreth 100 raste të dëmtimeve të mëlçisë dhe zbuloi se në të gjitha rastet personat kishin përdorur barna për shtimin e muskujve dhe humbje peshe. Autorët e studimit thonë se edhe çaji i gjelbër, i cili përdoret si substancë në tableta shtesë, lidhet me dëmtimet në mëlçi. Shkencëtarët u përqendruan në sasinë e substancës së këtij lloji çaji që është i pranishëm në shumicën e tabletave ushqyese shtesë, dhe zbuluan se 40% e prodhimeve që përmbajnë çajin e gjelbër nuk e pasqyronin këtë substancë në etiketat e tyre. Bazuar në rezultate, autorët e studimit tani besojnë se tabletat për humbje peshe dhe për krijimin e muskujve janë mes shkaqeve më të zakonshme të dëmtimeve nga barnat plotësues dietik.